Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full Ship Show. Donald Trump style! Yeah! Trump style! Trump style! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full Ship! Mirëmbrëma, gjithë shqiptarë vanë mbanë edhe sonë dhe si çdo javë tjetër, nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptare në zemrën e Zvicrës. Mirëmbrëma Marash. Mirëmbrëma Altin. Trump style. Young man. Ua, interesante ka stilin Donald Trump. Sonte kemi një emision shumë të mirë, do kemi për herë të parë një personazh i diasporës përsëri gjithmonë yjen nga diaspora, për herë të parë në Full Ship Show për intervistë. E kemi patur ndoshta në evente për festa si këngëtar, por asnjëherë për intervistë nuk e kemi patur. Asnjëherë nuk dim shumë informacione rreth tij përveç se e di që është miku im prej Gjilani. Sonte bëhet Gjilan Show në Full Ship Show, e kështu që derisa të vinë mysafiri do kemi edhe një trokitje diku. Do falenderojmë sponsorët tanë dhe mezi po presim që të vi mysafiri që kemi sonte të ftuar në Full Ship Show. Dhe mbi gjitha Marash e kam pyet në mision, po sonte të taftoj, nuk ka tjetër, bujar të madh nuk ka, Nuk ka. Atëherë, emri artistik është bujar i vogël. Mirë, po sonte të taftoj bujar i madh. E kundërta asaj që e thrasin gjithmonë bujar i vogël, do të taftoj sonte si bujar i madh. Pastaj, mos u largoni nga ekrani, derisa të falenderojmë sponsorët tanë të cilët e bëjnë të mundur Full Ship Show. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Pa turbulenca me Pristina Ticket, GP Aviation, më mirë se kërkun tjetër, udhtoni, fluturoni nga Prishtina në Zürich, në Basel, në Gjenevë dhe anasjelltas Zürich, Gjenevë, Basel për Prishtinë dhe gjithashtu në gjitha ato tjera destinacione në Evropë janë mbi 16 destinacione. Prishtina Ticket, mirë, lirë dhe zgjidhni edhe vendin më lirë sa s'kund tjetër. Pa. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Ekspertët më të mirë, mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë, i gjenin e Ozone Hair Clinic. Ju e dini tashmë edhe vetë, s'ka nevojë më u thonë unë, po du të më thonë atyne që ndoshta kanë pikpyetje apo dilema apo mendojnë që diku tjetër është më mirë. Harrone. Vetëm në Ozone Hair Clinic është më mirë, më mirë dhe më mirë. Faleminderit shumë që jemi neve Ozone Hair Clinic. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. ADC Kosova në cilë busqeshin më mirë sa s'kund tjetër dhe shumë shpejt do ta kemi doktorin në studio për intervistë. Mirë, por ADC në rrjetet sociale, Instagram, Facebook, ADC Kosova gjeni, do dhuroj pa kushte, pa kritere. 20.000 euro për pacient që kanë nevojë. Kështu që, faleminderit shumë që jeni partner me neve, ADC Kosova Advanced Dental, të gjithë ambasadat, të gjithë politikanet, të gjithë fori shkojnë dhe janë pacient ADC-s. Faleminderit shumë. Faleminderit AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë.
Fabrika më e madhe dhe më e mirë, më kualitative dhe më e pastër dhe më me çmim të marrën nga shteti zviceran për kualitet, cilësi dhe pastërti është AM Food. Përndryshe, AM Food i sjell të gjitha produktet e Ballkanit. Shihen e venditjes së sjellën në Zvicër. Jeton në Zvicër, ushqeu me ushqim tradicional shqiptar. Me AM Food, me Hana. Mos e ndroni. AM Food, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit shumë M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit. Kush ka dëshirë me ndru mobiljet me M-Transport, mundin me i sjell prej Kosovë në Gjermani dhe në Zvicër, shpejt dhe sigurt dhe lirë me M-Transport. Kush ka dëshirë me marrë mallra të ndryshme, nga Kosova me i sjell në Zvicër, ose anasjellës nga Zvicra, Gjermania me i çu në Kosovë, me M-Transport. Numri i telefonit e keni këtu, në Viber, në WhatsApp, edhe me thirr. Rezervoni, pronotoni dhe i keni të sigurt. Faleminderit shumë. Mësojmë pak shqip mas pari. Rubrika Mëso Shqip. Ja, ku mëna pas ka dal, nxënësit ta kanë ardhur gjithë marash, shikonaj pak, a janë krejt? Betim, Këto mësues, Bujar, këto mësues, Jonas, do mësues, Patjon, Altin. edhe unë këto mësues. Mirë, po vazhdojmë me mësim. Vazhdojmë, mungesa nuk ka. Atëherë, Fjala e parë. fjala e parë e huaj që du të hiqur automatikisht nga televizionet dhe radio dhe realisht edhe në jetën reale të njerëzve të thjesht. Nuk duhet edhe s'ka edhe në familje shqiptare, s'ka pse përdoren këto shprehje të huaja të pas tonat shqip. Ky është një kontribut i çmuar dhe i vlerësuar edhe nga unë dhe nga shumë njerëz për autoritetin e media audiovizive me kryetare zonin Armela Krasniqi, e cila na jep mundësinë për të zëvendësuar shprehjet e huaja me ato shqip. Atëherë, situata agravoi, Marash. Është fjalë Situata agravoi, Marash nuk është e jona. duhet me thënë Situata u rëndua ose u përkeqësua. Pra, agravoj. agravoi, a ke Edhe parasysh që s'putingon përdoret shumë? shqip diqysh, Nuk agravoj. është, agravim nuk është shqip. Zëvendësohet me përkeqësim. U rëndua dhe përkeqësua. Unë thot dërgoj një voice, po ta dërgoj një voice. Si voice message, Po. voice është shkurt. Po, voice është kur flet në WhatsApp për shembull apo në Viber me zonë, hey, si e shkalove bujara e mia i loçë, a ke parasysh? Betem haxhi bojsha e marr me voice. Kjo është voice. Pra, voice hiqet. Zëvendësohet voice-i me mesazh zanor. Po të flas një mesazh zanor sepse s'e shkruaj dot. Është e qelluar, Marash. Edhe në gjermanisht përdoret, këto e thojnë gjermanisht, thojnë Sprachnachricht. Ja, E nuk thojnë voice message. ka nisur kampanja. Pra, kampanja, të ke parasysh? Që kampanja është një shprehje huaj që unë realisht me çdo njeri që kam biseduar përveç fushatës, zgjedhjeve, nuk është përdorur ndonjëherë fushata tjetër. Fushata përdoret vetëm për zgjedhje, pra si çdo tjetër. Pra tjerat për biznese përdoret vetëm në kampanjë. Pra është e huaj, kampanjë nuk duhet përdorur. Fushat. Niset fushat për këtë target, për këtë grup, për këtë qëllim. Këtë fjalë unë e kum përdor shpesh kampanje, E po, e di, po nuk është shqip. fushat. Hy në tratativa. Tratativa, më duket italisht. Italisht po t'inglon, po. Tratativa është e huaj, pra nuk kena nevojë me hy në tratativa, po hy në bisedime. Ja ku i Përdoret kemi bisedime, biseda, bisedojmë. tratativa, Nis dhe fillojmë bisedimet. përdoret në Shqipni tratativa? Realisht ama do ta ketë zbuluar që është përdorur diku, prandaj e ka futur në listën e grafikës ku e zëvendëson me bisedime. Eskalon apo eskalim. Marash eskaloj situata, kaloj në eskalim, bla bla bla. Është e huaj. Pra jeshil është shqip për shkallëzim apo për shkallëzohet. Ma mirë. Kjo është më mirë besoj. Perfekt. Se me thanë eskalon të e pas fjallën tonë. Tu pas për shkallëzim. shqip. Kështu që ora mësimit ishte kjo, mos harroni, unë e falenderoj përzemërsisht për kontributin që jep gjuhës shqipe ama autoriteti mediave audiovizive. Ku do të trokasim sonte?